Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se ekziston një mundësi e mirë që të arrijë një marrëveshje me Iranin që të hënën, ndërsa paralemroi njëkohësisht për përshkallëzim të fortë në rreth dështimi. Duke folur për Fox News, Trump u shpreh se po shërton mundësinë e shkatërimit të gjithçkaje dhe marrjes në kontroll të naftës, nëse Teherani nuk lëviz shpejt drejt një marrëveshje. Ai theksoi gjithashtu se kishte dhënë amnisti për negociatorët iranian për të mbajtur gjatë bisedimet, ndërsa shtoi se SHBA-t kanë qenë në kontakt me kryetarin e parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. Nga ana tjetër, nuk pati një reagim të menjëhershëm nga Irani lidhur me pretendimet e Trump se një marrëveshje mund të jetë pranë. Deklaratat vinë në të njëjtën ditë kur Trump paralajmëroi për sulmen ndaj infrastrukturës iraniane, duke shkruar se e martë do të jetë dita e centraleve dhe urave, të gjitha bashkë në Iran, dhe duke shtuar se nuk do të ketë asgjë të ngjashme. Ai bëri gjithashtu thirrje Iranit që të hapë ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se në të kundërt do të jetonin në ferr vetëm shikoni. Rajoni mbetet në gjendje alarmi që prej nisjes së ofensivës së përbashkët të SHBA-ve dhe Izraelit me 28 shkurde, e cila ka shkaktuar mbi 1300 viktima, përfshirë dhe ish liderin suprem Ali Khamenei.